Në Tiranë, njihej si drejtoresha hekurt, por në udhëtimin e punës jashtë shtetit zbulova fytyrën e saj të vërtet. Në zyrat tona në qendër të Tiranës, ajo njihet si mbretëresha akullt, gjithmonë me këmisha të mbërthyera deri në gryk, syze me skelet të zi dhe një qëndrim aq profesional, sa të bën të ndihesh në faj edhe nëse thjesht e shikon më gjatë se ç'duhet. E respektoja, por nuk e kisha parë kurrë si objekt dëshire, deri javën e kaluar. Na dërguam bashkë në një konferencë jashtë shtetit. Gjatë ditës ishte po ajo, strikte, ftohtë e distancuar, por pas darkës zyrtare me klientët gjërat ndryshuan. Mbetëm vetëm ne të dy në barin e hotelit, në katin e fundit me pamje nga qyteti. Ajo hoqi syzet dhe për herë të parë pash sytë e saj të lyer lehtë. Hoqi xhaketën dhe papritur. Këmisha e bardhë nuk dukej më aq zyrtare. Pas gotës së tretë të verës, biseda jon kaloi nga buxhetet vjetore tek jeta private. Zëri i saj u bë më i ngjirur, më i ngrohtë. Kur u ngritëm për të shkuar në dhomat tona, tensioni në ashensor ishte aq i fortë sa mund të prekej me dorë. Ishim vetëm ne të dy. Ajo më shikoi në sy, një shikim si dues që nuk e kisha parë kurrë në mbledhje. Pa menduar zgjata dorën dhe i hoqa një fije floku nga fytyra. Ajo nuk u tërhoq. Përkundrazi, bëri një hap para. Nuk mbaj mend kush e puthi i pari kë, por mbaj mend shijen e buzëkuqit të saj dhe mënyrën e pangopur se si duart e saj shtrënguan jakën e këmishës time. Dera e ashensorit u hap në katin e saj, por unë nuk zbrita. Ajo më tërhoqi drejt të dhomës së saj pa thënë asnjë fjalë. Ajo që pasoi ishte një zbulim shokues. Gruaja e hekurt e zyrës u zhduk. Në vend të saj ishte një grua plot pasion, kërkuese dhe zhurmshme që dinte saktësisht çfarë donte dhe si ta merrte. Ishte një përzierje pushteti dhe dorëzimi total. Të nesërme në mëngjes u zgjuam, u veshëm dhe u nisëm për në aeroport. Ajo sërish vuri syzet, u bë prap drejtoresha hekurt. Në avion diskutuam për raportet e punës sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por ndërsa po uleshim në Rinas, ajo më dërgoi një email nga tableti i saj. Subjekti, raporti i konferencës, teksti duhet ta përsërisim analizën e mbrëmshme. Ishte produktive. Tani sa e reshon në mbledhje serioze në Tiranë më vjen të qesh. Të tjerët shohin menaxherin e rept. Unë shoh ato që ajo fsheh pas atij kostumi serioz. Dhe kjo është një lojë që sapo ka nisur.